Panairi i prodhimeve bujqësore atyre blegtorale si dhe punimeve të dorës zhvilluar në qytetin e Pukës në organizimin e shoqatës Agropuka, e cila mbështetet nga fondi i kooperativave suedeze, mblodhi këtë vit në qytetin verior, fermer, blegtor e artizan, jo vetëm nga treva të ndryshme të veriut të Shqipërisë, por edhe nga ato të Kosovës e Serbisë. Produktet e shumëllojshme të cilët i përkasin shijeve të veçanta dhe totalisht organike, mjalti i cilësisë së veçantë dhe produktet e tjera blegtorale, pa lënë pas punimet e dorës, kthyen Pukën këtë fundjavë në kryeqendër të fermerëve, blegtorëve si dhe artizanëve të ndryshëm. Qëllimi i saj është promovimi i produkteve lokale dhe mirëvlerësimi i këtyre produkteve, siç e shihni edhe vetë ju, nga viti në vit ka një zhvillim. Shohim shumë prodhues, cilët jo vetëm që janë konkurrues në rrethin e Pukës, por janë konkurrues në shkallë kombëtare, madje ka edhe nga ata që kanë dërgojnë edhe mallat e tyre për eksport. Si duket, gjërat janë futur në rrugë të drejtë dhe brenda pak vitesh sigurisht do të bëhen konkurrent fort edhe për tregun regional, jo vetëm këtu. E veçanta këtij panairi është edhe pjesëmarrja e miqve nga Kosova dhe e kooperativës së Mogillës e komunitetit serb, që tregon një bashkëpunim dhe një ndërthurje të dy komuniteteve, jo vetëm Kosovë, por tashmë edhe në Shqipëri. Është një traditë mjaft e mirë, është një paraqitje e përmirësuar për çdo vit dhe këtë vit ka dhënë një përmirësim mjaft dukshëm, sidomos në ambalazhim dhe në etiketim. Unë jam shumë i kënaqur, mjaft i kënaqur me këtë. Është hera parë në jetën time që kam vizituar këtë vend kështu, edhe jam shumë i befasuar për së mirë, edhe shpresoj të bashkëpunojmë dhe të ndihmojmë një popull tjetër, njëri me tjetrin të ndihmojmë në ta. Me këtë rast u zhvillua edhe një tryezë rrumbullakët ku përfaqësues të fermave të ndryshme kërkuan që qeveria e re të kthente vëmendjen edhe nga veriu i harruar i Shqipërisë, ku ka produkte të shumta, jo vetëm për konsum vetjak, por edhe për tregjet vendore.